Për zotin Hashim Thaçi kanë votuar 71 deputet. Në votim kanë marrë pjesë 81 deputet. Të pavlefshme janë 10 fletvotime. Për zotin Hashim Thaçi kanë votuar 71 deputet. Për Rafet Ramën nuk kemi vota. Në bazë të rezultateve të votimit, në pajtim me nenin 86 të Shtetutës së Republikës Kosovës dhe nenin 27 të rregullores së Kuvendit, konstatohet se zotri Hashim Thaçi zgjidhet presidenti i Republikës Kosovës me mandat 5 vjeçar. Prishtinë 26 shkurt 2016. Urime. Dëshiroj që t'ju falenderoj juve deputetë nderuar për besimin ndaj meje. Kjo është një besim për një detyrë dhe përgjegjësi, edhe më tepër për të shërbyer vendit, për të shërbyer të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju falenderoj shumë të nderuar ambasador për qëndrimin tuaj të vazhdueshëm gjatë tërë ditës me ne në një proces të zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Dëshiroj që të falenderoj të gjithë deputetët e të gjitha partive politike që janë prezent sot në votim dhe natyrisht të përshëndes të gjithë njerëzit e skenës politike kosovare. Të falenderoj Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, të falenderoj Listën Serbe, të falenderoj 6+, të falenderoj deputetet e pavarur dhe respektoj me përullësin më të madhe besimin tuaj. Ju siguroj se besimi juaj do t'jetë një shpresë e re, një optimizëm i ri për Republikën e Kosovës. Ju siguroj që do të punoj gjithmonë në shërbim të vendit, do të punoj gjithmonë në shërbim të gjithë qytetarëve, duke respektuar gjithmonë kushtetutën, duke respektuar funksionimin e pavarur të institucioneve demokratike të vendit, duke punuar për rend dhe ligj, duke shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallime etnike, do të jemi në shërbim të gjithëve për të ndërtuar Kosovën e re, për të ndërtuar Kosovën evropiane, për të punuar dhe me fuqishëm për antarësimin e Kosovës në NATO, Bashkimin Evropian dhe për të forcuar dhe më tepër marrëdhëniet tona të shkëlqyera e të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëshiroj edhe një herë të falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që për një dekadë të tërë me kanë besuar fuqinë më të madhe politike në vend. Dëshiroj të falenderoj juve deputetë të nderuar të opinioneve të ndryshme politike për besimin tuaj. Të jeni të sigurt se do të punoj edhe me fuqishëm në institucionalizimin e dialogut politik, si kushti domosdoshëm për të ardhmen tonë stabile në paqë, progres, zhvillim ekonomik dhe implementimin e gjitha prioriteteve tona shtetërore. Sot, në këtë moment madhështor dhe të veçantë edhe për mua, jetësisht dëshiroj të përkujtoj heroizmin e komandantit legjendar Adem Jasharit dhe gjithë dëshmorëve të lirisë. Të kujtoj me respektin dhe pietetin më të lartë presidentin historik Ibrahim Rugova dhe gjithë njerëzit që dhanë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ju faleminderit shumë. Falenderoj presidentin e ardhshëm për fjalën e rastit.